Kur përballemi me një vendim me rrezik të lartë, instinkti i parë është të pyesim, çfarë duhet të bëjmë? Por, çka nëse kjo është pyetja e gabuar? Çka nëse vendimi më kritik nuk është vetë zgjedhja, por procesi që na çon atje? Sot do të kthehemi pas në një nga momentet më të tensionuara të historisë, për të parë se si mënyra se si vendosim mund të jetë fjalë për fjalë çështje jete a vdekjeje. Le të hidhemi direkt te kjo pyetje. Kur një grup njerëzish është nën presion ekstrem, çfarë është më e frikshme? Debati i nxehtë, opinionet e kundërta, apo ka diçka tjetër shumë më tinzare që fshihet poshtë sipërfaqes? Dhe ja ku e keni përgjigjen, rreziku i vërtet, ai i vërteti, është kur të gjithë duken se pajtohen shumë shpejt. Kjo qetësi e reme ka një emër, mendim grupor. Është një gjendje ku dëshira për harmoni thjesht e mbyt debatin e shëndetshëm dhe shpesh çon drejt katastrofës. E bra, për ta kuptuar këtë rrezik në thelb, le të kthehemi në kohë. Do të shohim një dështim të bujshëm që gati sa nuk i dha fund një presidence që sapo kishte filluar. Pra, çfarë është saktësisht ky mendim grupor? Imagjinoni një dhomë ku askush nuk guxon të thotë prit një minutë, a jemi të sigurt për këtë? Presioni social për të mos prishur harmoninë bëhet aq i fortë saqë njerëzit fillojnë të vetë censurohen. Ata i mbajnë dyshimet për vete. E dini cili është rezultati? Një plan i dobët, të cilit askush nuk guxoi t'i dilte kundër hapur. Dhe këtu e kemi kontrastin perfekt. Në njërën anë, fiasko totale në gjirin e derrave në 61-shin. Një shembull libri i mendimit grupor. Në anën tjetër, vetëm 18 muaj më vonë, i njëjti ekip, me të njëjtin president, menaxhon me sukses të jashtëzakonshëm krizën e raketave kubane. Si ka mundësi? Çfarë dreqi ndryshoi? E po, përgjigja gjendet pikërisht aty, në kohën midis këtyre dy krizave. Nuk ishte thjesht fat, ishte një përpjekje e vetëdijshme, e dhimbshme, për të nxjerrë mësim nga një gabim kolosal. Pas dështimit të gjirit të derrave, Kennedy shkoi të kërkonte këshill nga paraardhësi i tij, Eisenhoweri. Por, shikoni sa interesante. Eisenhoweri nuk e pyeti për strategjinë ushtarake. Ai bëri pyetjen që ndryshoi gjithçka. Kjo pyetje e zhvendosi fokusin e Kennedyt nga çfarë u vendos te si u mora i vendim. Ky ishte momenti kyç. Duke mësuar nga ai dështimi i hidhur, ekipi i Kennedyt ndërtoi një manual loje krejtësisht të ri për vendimarrjen. Dhe këto nuk ishin thjesht rregullime të vogla. Jo, ishte një ristrukturim rrënjësor i procesit. Ata u përgatitën qëllimisht për krizën e radhës, për ta menaxhuar atë krejt ndryshe. Dhe kriza e radhës erdhi. Dhe çfarë krize? Kriza e raketave kubane nuk ishte thjesht një ngjarje historike, ishte testi final i këtij procesi të rivendimarrjeje. Për 13 ditë të gjata e të tensionuara në tetor të vitit 1962, e gjithë bota e mbajti frymën. Fotot nga avionet spiune ishin të qarta. Bashkimi Sovjetik po instalonte raketa bërthamore në Kubë, fare pranë brigjeve amerikane. Presioni ishte i paimagjinueshëm. Dhe ja pse presioni ishte kaq i madh. Nuk bëj fjalë për politik, bëj fjalë për 80 milion jetë njerëzore. Kjo ishte shifra e përllogaritur e amerikanëve që mund të vdisnin nga ato raketa. Pra, vendimi që do të merrnin nuk ishte thjesht strategjik, ishte ekzistencial. Ndryshe nga hera e parë, ku një plan i vetëm u shty përpara pa u sfiduar, këtu në tryezë u vënë dy opsione kryesore, diametralisht të kundërta. Ushtarakët kërkonin një sulm ajror të menjëhershëm dhe vendimtar. Të tjerë, si sekretari i mbrojtjes McNamara, argumentonin për një qasje më të matur, një bllokadë detare. Dhe kështu nisi debati, i hapur, i ashpër dhe i inkurajuar. Këtu shohim manualin e ri në veprim. Ekipi u nda në dy grupe, ku secili kishte për detyrë të mbronte njërin plan edhe të sulmonte tjetrin. Ndërkohë, njerëz si vëllai i presidentit, Robert Kennedy, morën rolin e avokatit të djallit. Misioni i tyre i vetëm ishte të gjente çdo tëmete, çdo dobësi në çdo argument që hidhej në tryezë. Mirë, le t'i distilojmë tani mësimet kryesore, sepse kjo nuk është thjesht një histori interesante lufte. Ky është një manual praktik se si të menaxhohet konflikti konstruktiv. Pra, çfarë mësuam? Sukseset të tilla nuk ndodhin rastësisht. Ato vijnë nga përdorimi i qëllimshëm i teknikave si gjenerimi i alternativave të ndryshme, testimi i supozimeve dhe caktimi i një avokati të djallit.
Këto janë hapa konkret që çdo grup, çdo ekip mund t'i përdor për t'u siguruar që debati i shëndetshëm të fitojë mbi heshtjen e rrezikshme. Këto teknika mund të përmblidhen bukur në një kuadër të thjeshtë, 4x. Kompozicioni, a janë njerëzit e duhur në dhomë? Konteksti, a kemi krijuar një atmosferë ku debati është i mirëpritur? Komunikimi, a kemi rregulla të qarta se si do të shkëmbejmë idetë? Dhe kontrolli, si do ta drejtojë lideri procesin pa e dominuar atë. Vetëm duke menduar për këto 4 pika, mund të transformohet çdo proces vendimarrjeje. Dhe kjo na sjell në zemrën e çështjes, në mesazhin kryesor të gjithë kësaj analize që kemi bërë. Le t'i kthehemi krahasimit ton fillestar. Tani, mund ta plotsojmë. Diferenca mes dështimit dhe suksesit nuk ishin njerëzit, ishte procesi. Ata kaluan nga mendimi grupor dhe heshtja e detyruar te konflikti konstruktiv dhe debati energjik. Dhe ky transformim, me shumë mundësi, shpëtoi botën. Kjo thënie e famshme e thot më së miri. Suksesi i Kennedit në krizën e raketave nuk ishte një improvizim genial i momentit. Ishte rezultati një përgatitje të mundimshme, i mësimit nga gabimet dhe i krijimit të një plani shumë kohë përpara se të lindte nevoja për të. Dhe këtu është përfundimi kryesor. Leadershipi vërtet nuk është vetëm të marrësh vendimin e duhur, është të ndërtosh një sistem, një mjedis, ku vendimet më të mira kanë mundësinë të dalin në sipërfaqe përmes debatit dhe analizës së thellë. Dhe kështu, kjo analiza na lë me një pyetje për të gjithë ne. Herën tjetër, kur të përballemi me një sfidë të vështirë, qoftë e madhe apo e vogël, a do të hidhemi direkt te zgjidhja, apo do të ndalemi një çast dhe do të bëjmë pyetjen më të rëndësishme? Mirë, si duhet ta marrim këtë vendim?